në këtë edicion do të ndiqni. Ulje çmimi i naftës, udhëtarët kërkojnë ulje të çmimit të biletave të udhëtimit. Grupi Asnjë cent më shumë zyrtaresh ka ndërzuar padi kundër zyrës së rregullatorit për energji në Kosovë. Njohësi i çështjeve ekonomike Jakub Bellaça thotë se pagat në sektorin publik dhe privat nuk janë të balancuara, ato duhet të rriten. Përshëndetje, po fillojmë edicionin qendror të lajmeve këtu në televizionin Syri. Edhe pse çmimet e derivateve kanë filluar të shënojnë rënje, trafiku urban dhe ndërurban në Gjakov nuk i ka liruar çmimet e biletave transportuese për pasagerët. Udhëtarët duan që çmimi i biletës në relacione të ndryshme të pësojë ulje, pasi këtë ja mundson edhe ulja e çmimit të derivateve. Çmimi i derivateve së fundmi ka shënuar rënje. Çmimi i naftës ka rënë në krahasim me 2 muajt e kaluar ku çmimi shkonte nga 1,40 euro deri në 1,45 e tash varion nga 1,18 deri në 1,22 euro për litër. Por edhe pse çmimet e derivateve kanë shënuar rënje, transporti urban dhe ndërurban nuk i ka zbritur çmimet e biletave, të cilën kërkojnë qytetarët që shfrytëzojnë linjat e autobuseve në relacion të ndryshëm. Në çfarëdo kushti duhet me qenë shumë më lirë parasysh se nuk ka kuptim kur bëhen ngritjet e çmimeve automatikisht i edhe çmimet përcjellse përkatëse rriten më njëherë, shoqëruese, çmimet shoqëruese. E pse tash në anën tjetër kur ka zbritje, pse mos me pas atë zbritje të biletave? Edhe studentët që kanë të shpesht udhëtimin në drejtim të Prishtinës dhe Anasjeltas thonë se çmimi i biletës duhet të jetë më i arsyeshëm. Çmimi i biletës për Prishtinë është 5 euro, edhe duke marrë parasysh që pothuajse çdo javë na bjen me udhëtu, ka studentë që edhe udhëtojnë baza ditore, është çmimi pak sa i lartë, sidomos për student të marrë parasysh edhe ekonominë e vendit në përgjithësi. Për të kuptuar më shumë lidhje me këtë situatë, kontaktuam zyrtarët nga shoqata e transportit në Gjakov, të cilët thanë se nuk ndodhen në Kosovë dhe nuk mund të flasin për këtë temë. Kujtojmë se aktualisht një bilet në drejtim të kryeqytetit kushton 5 euro, bileta në drejtim të Pezë ose Prizrenit kushton 3 euro, ndërsa në drejtim të Austrisë një bilet autobusi nga Gjakova kushton 12 euro. Ulje nuk ka asnjë çmimin e biletave në autobus urban. Nuk kaluan shumë ditë dhe sërish një aksident komunikacioni ka ndodhur sot në udhkryqin e rrugëve Bujaroka dhe Ymer Pula. Zyrtarët policor kanë dalë në vendin e ngjarjes për t'i bërë të ditur edhe shkaktarët e aksidentit. Jemi në rrugën Bujaroka dhe Ymer Pula ku shpeshherë kemi raportuar për aksidente të shumta. Edhe sot ka ndodhur një aksident ku janë përfshirë 2 vetura. Përveç dëmeve materiale, 3 persona kanë pësuar lëndime të lehta trupore. Ky aksident është vetëm një nga të shumtit që ndodhin në këtë segment i cili prej kohësh është identifikuar si një pikë problematike për sigurinë në komunikacionin rrugor. Raportimet për aksidentet në këtë zonë janë të shpeshta nga medium ynë, por edhe nga vetë komuniteti, të cilët shumë shpesh janë ankuar për situata të tilla. Kujtojmë se komuniteti në këtë zonë vazhdojnë të kërkojnë ndërhyrje urgjente nga institucionet përkatëse për të rritur sigurinë e ngasësve dhe këmbësorëve përmes vendosjes së sinjalistikës të semaforëve. Pas protestave të organizuara, një grup aktivistësh nga Asnjë cent më shumë ka ndërzuar sot një padi në gjykatën themelore të Prishtinës kundër zyrës së rregullatorit për energji, duke kundërshtuar vendimin e fundit për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Pas protestave të organizuara, një grup aktivistësh nga Asnjë cent më shumë ka ndërzuar sot zyrtarisht një padi në gjykatën themelore të Prishtinës kundër zyrës së rregullatorit për energji, duke kundërshtuar vendimin e fundit për rritjen e tarifave të energjisë elektrike. Avokati Ardian Bajraktari, përmes një lidhje virtuale me mediumin ton, tha se padia është drejtuar për anulimin e aktit administrativ vendimin për ZRE për shtretimin e energjisë elektrike për 16.1%. Sot kemi dorëzuar padi në gjykatën themelore të Prishtinës, Departamenti për çështje administrative, padi për anulimin e aktit administrativ, vendimin e zyrës së rregullatorit të energjisë për shtretimin e energjisë elektrike prej 16.1%. Së bashku me padi kemi dorëzuar po ashtu edhe propozimin për masë të përkatshme përkatësisht
shtyrjen e ekzekutimit të vendimit, sipas për sigurimin e padisë. Në kuadrin e padisë, natyrisht që pretendojmë se ka pasur një varg shkeljesh si të dispozitave të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative. Procesi është shoqëruar me mungesë të theksuar të transparencës, gjë e cila është detyruar edhe sipas ligjit për procedurën e përgjithshme administrative, mirëpo edhe për sipas ligjit për zyrën e rregullatorit të energjisë, së paku pas me 8 pune, së paku pas me 8 të erë në proces të konsultimeve, ndërsa ky nuk ka qenë një proces i cili është bërë sipas obligimeve ligjore. Për më tepër, po ashtu vlerësojmë që në kuadër të arsyetimit të vendimit ka një varg pikash të cilat natyrisht që janë të paqarta, janë të pakuptueshme, gjë e cila natyrisht që e bën që vendimi të jetë i pakuptueshëm dhe në rrjedh të kësaj, por një arsyetim i vendimit është i pakuptueshëm, është i barabartë me mungesën e tij, prandaj njëra prej elementeve bazë që vendimi është i paletshëm në kuptim të dispozitave të ligjit për procedurën e përgjithshme administrative. Avokati Bajraktari tha se aktualisht është rëndësishme që të pezullohet vendimi e pastaj vazhdohet me procese të tjera. Natyrisht procesi do të jetë ballafaqimi ekskluzivisht mbi bazën e provave, mbi bazën e fakteve, mbi bazën e ligjit. Gjykata në pajtimin e 100 paragrafi 5 të ligjit për konflikt administrativ është detyruar që në afat prej 7 ditësh nga momenti i dorëzimit të vendosur në lidhje me masën e përkohshme. Ne jemi optimistë që do ta aprovojnë një masë të tillë. Edhe rrjedhimisht kjo është aktualisht jashtëzakonisht e rëndësishme që të pezullohet zbatimi i një vendimi, edhe pastaj natyrisht në bazën e ecurisë së procesit ne do të jemi të hapur dhe natyrisht do ta informojmë opinionin publik për shkak edhe të interesimit dhe të interesit publik në lidhje me këtë çështje. Unë jam optimist se gjykata do të vendosë ekskluzivisht në bazën e provave dhe fakteve dhe besoj dhe jam i bindur që do ta anulojë një vendim të marrë në mënyrë të paritshme. Tutje Bajraktari shtoi se përveç padisë kanë bërë edhe propozimin për shtyrjen e ekzekutimit të vendimit, sipas për sigurimin e padisë për faktin se jemi të bindur se plotësohen kriteret ligjore të përcaktuara në nenin 100 të ligjit për konflikt administrative. Një shtallë është djegur sot në fshatin Skivian. Intervenimi me kohë i brigadës së zjarfikësve në Gjakov bëroi që të shpëtojnë nga djegja një shtëpi aty afër shtallës, ndërkohë shkaktarët e zjarrit janë duke u hetuar. Një stallë është djegur në fshatin Skivian të komunës së Gjakovës, ku përveç dëmeve materiale nuk ka pasur dëme në njerëz dhe bageti. Brigada e zjarfikësve kanë dalur menjëherë në vendin e ngjarjes duke lokalizuar zjarrin. Gjatë kohës kujdestarisë, rreth 11 e 15 aty parë dikon, ke marrë një informatë se është djegë një shtëpi, fshatin Skivian. Kemi marrë pjesë me 2 automjete, 2 ekipe, me të arritur në vend ngjarjes, kemi pasur është një shtallë, postllam edhe 2 shtëpi afër. Beqira i tha se në këtë rast është shpëtuar nga djegja edhe një shtëpi e cila gjendej shumë afër stallës që ishte kapluar nga zjarri. I kena pështu 2 shtëpit edhe një si shtallë e vogël. Për rreth dome, sa ka dome, kafsht edhe njerëzit janë shpëtuar. Shkaqet e zjarrit ende nuk dihen deri në finalizimin e raportit nga ekspertet përgjegjës. Pagat në sektorin privat dhe publik nuk janë të balancuara dhe ato duhet të rriten. Paga minimale prej 350 euro nuk është mjaftueshme. Kjo pasi ngritjet e çmimeve të produkteve ushqimore janë në rritje nga dita në ditë. Kështu është shprehur për mjedimin ton, njohësi i çështjeve ekonomike Jakub Bellaça. Shtrëngtimi i shumë produkteve në Kosovë ka pasur ndikim të drejtë në buxhetin e familjeve, sidomos atyre me të ardhura të ulta. Kjo kategori e popullsisë është më ndjeshme ndaj rritjes së çmimeve, pasi një pjesë e madhe të ardhurave të tyre shpenzohen për nevojat elementare të jetesës. Ekonomisti Jakub Bellaça vlerëson se bazuar në paqëndrueshmërinë e çmimeve të shumë produkteve, pagat në sektorin publik dhe privat nuk janë të balancuara me koston e jetesës në vend. Nuk janë të balancuar sepse në sektorin publik janë pak më të lejuar, një po edhe prapë nuk janë që e plotësojnë nevojat dhe kërkesat e qytetarëve, nuk janë sipas të rajonit, janë të ulta. Gjithashtu sektorin privat edhe janë edhe më diskriminuar sepse me 350 euro është paga
minimale që minimumit të ekzistencës e një individi për muaj si le për ekonomi familjare, për shembull për 4 anëtarësh, për shembull, me produktet më të thjeshta, po shprehna me gjuhën e popullit, vetëm me byrek nuk mund me kalujt muaj me pagë minimale me 350 euro. Unë mendoj për kushtet dhe mundësitë të cilat janë në aspektin ekonomik, duke mbështetur në parametrat ekonomik, në kushtet ekonomike, është mas pak do duhet jetë 500 euro paga minimale. Edhe me 500 euro përposh se ngrit pak a shumë mirëqenien, edhe shtetit i krijon të hyra më shumë. Pasojat janë të rënda sepse të rinjt po lëshojnë Kosovën. Paga aktuale nuk mjafton për të jetuar, vetëm për të mbijetuar. Kjo natyrshëm pastaj ndikon negativisht në punësim dhe konsum, tha Bellaqa. Pasojat janë afat gjata sepse faktikisht rritet të reja të në Kosovën, punësimi zvogëlohet edhe më shumë, për shkak se me atë pagë nuk mund me jetu, është pagë që vetëm me mbijetu, edhe shtylla themelore kryesore e Kosovës është, është konsumi, nëse do të rritet pagat qoftë në sektorin privat, qoftë sektorin publik, faktikisht do të rritet edhe fuqia blerëse, do të rritet buxheti familjar, ekonomia familjare, gjithashtu edhe do të krijonte edhe tyra në buxhetin e shtetit, sepse do të në treg forca ofertës dhe kërkesës do ndërveprojnë më shumë, do të kishin fuqi më shumë, do të kishin qarkullim më shumë dhe gjithashtu tek qytetarët do të kishin mjete monetare, mjete për me jetu. Të gjendur në një situatë të tillë, njohësi çështjeve ekonomike, Bellaqa tha se rritja e pagës minimale është domosdoshme për të përmirësuar mirëqenien e qytetarëve dhe për të krijuar një ekonomi më të qëndrueshme. Edhe pse kanë kaluar disa muaj qysh se ka filluar së zbatuari i ligji për unifikimin e barnave, zbatueshmëria e tij po sjell probleme të kohëpaskoshme në nivel vendi. Mirëpo në komunën e Gjakovës duket se disa farmacistë janë munduar ta menaxhojnë mirë këtë situatë. Farmaciste Leonita Kryezi Undou thotë se nivelizimi ka sjell mungesë barnash, por situata është drejt stabilizimit. Ligji për unifikimin e çmimeve të barnave po vazhdon të shkaktoj pakënaqësi të mëdha në sektorin farmaceutik. Së fundmi Oda Farmacistëve i ka bërë thirrje publike ministrit në detyrë Arben Vitia që ta revokojë përkohësisht vendimin, duke theksuar se ai është ndikuar nga interesa të ngushta dhe se po rrezikon seriozisht shëndetin publik. Mirëpo për t'i shmangur disa nga vështirësitë e këtij procesi, farmacistja Leonita Kryezi Undou thotë se kanë qenë të informuar paraprakisht për nivelizimin e çmimeve dhe si rrjedhoj janë kujdesur të mos bëjnë porosi të mëdha. Na paraprakisht kemi qenë të informuar që ka ndodhur nivelizimi i çmimeve, kështu që banatura jonë nuk ka bë porosi stoqe të mëdha për arsye që mos me pas pengesa gjatë nivelizimit të çmimeve. Ajo gjithashtu përmend mungesën e disa barnave të kërkuara si furosemili dhe kafetini, por që së fundmi situata dukshëm është stabilizuar. Normal ka pas mungesë të produkteve të alkaloidit, siç ka qenë furosemidi dhe kafetini, që ka pas kërkesë jashtëzakonisht të madhe, sidomos në ditët paraprake, kurse tani jemi furnizuar me këto produkte dhe nuk është se kemi ndonjë mungesë shumë të madhe ose kërkesë shumë të madhe të ndonjë produkti të caktuar. Ndosë disa farmacistë në nivel vendi janë shprehur shpesh se komunikimi mes tyre dhe Ministrisë së Shëndetësisë nuk ka qenë në nivelin e kënaqshëm. Farmacistja Kryezi Undou thotë se komunikimi ka qenë sipas mundësive të lejuara. Komunikimi i Ministrisë ka qenë në të gjitha mundësitë e tyre për me na informu sa më mirë dhe sa më shpejt për këtë vendim, por që presim që të mirën vendimi adekuat për këto produkte. Aktualisht situata me furnizimin e barnave paraqitet të qëndrueshme, pavarësisht mungesave të përkohshme, ndërsa farmacistët mbeten në pritje të vendimeve të qarta institucionale për të siguruar stabilitet dhe çastje të vazhdueshme në produktet esenciale. Ndërmarrja e Qabrati së fundmi ka rritur kapacitetet e saj në kuadër të projektit për mbikëqyrjen e ndriçimit publik. Post qytetit, ekipet e Qabratit tani tutje do të mbikëqyrin edhe ndriçimin publik në zonat rurale, gjithnjë sipas rekomandimeve të Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Gjakovë.
Kompania rajonale Qabrati në bashkëpunim me komunën e Gjakovës ka arritur të shtoj kapacitetet e saj operacionale në mirëmbajtjen e ndriçimit publik në zonën urbane dhe rurale. Kompania Qabrati në muajin nëntor të vitit kaluar kena bërë marrëveshje me komunën e Gjakovës për mirëmbajtjen e ndriçimit publik. Kompania është vepruar me 2 ekipe, për javën kaluar kena bërë një korp shtesë, domethënë autokorp që është për mirëmbajtjen e ndriçimit publik, e kena pas vishnjë. Tash i kemi 2 ekipe të ndara, edhe i kemi nda, domethënë një ekip e lojmë në qytet, një ekip nëpër fshatra, nëse ka nevojë edhe 2 ekipe të shkojnë nëpër fshatra të ndryshme. Jemi të punu në drejtim që mi vendos një rregull të ndriçimit publik, që pastaj mi pas man kontroll. Ferizi theksoi se ekipet punuese të ndërmarrjes janë në gatishmëri gjatë gjithë kohës për të investuar në secilin rast që kërkohet. Jeni vetë edhe qytetarët komunës Gjakovës jeni ka sheni që ka ndryshim, domethënë ndriçimi publik janë gjitha lagjet që janë të punu me intensitet, ekipet tona janë ndriçuar shumica. Mundet me pas defekte të natyrave të ndryshme, mirë po, përderisa është kompania Qabrati këtu dhe jemi gati 24 orë nëse ka nevojë më intervenu ekipit e kemi nga dishmëri. Kryeshefi ekzekutiv Ferizi shprehu bindjen se bashkëpunimi me komunën e Gjakovës do të vazhdoj edhe pas përfundimit të kësaj marrëveshje 2 vjeçare, duke qenë se ndriçimi publik është një shërbim i domosdoshëm dhe kërkon mirëmbajtje të vazhdueshme. Marrëveshjen e kena lidhur me komunën e Gjakovës për 2 vite, domethënë është marrëveshja 2 vjeçare, po besoj që ka me vazhduar edhe në të ardhmen, sepse realisht ka me pas nevojë për mirëmbajtjen e ndriçimit publik, se është pjesë që dëmtohen, ka pjesë që dritat prishen, kështu që ne drejtim duhet me pas të nërtë ekipin të ren. Ferizi tuti shtoi se ndërmarrja që ai menaxhon kërkesat për ndërhyrje i merr nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në Gjakovë. Realisht qytetarët, domethënë kërkesat ne i marrim prej Drejtorisë së Shërbimeve Publike, domethënë në bazë kërkesat që dërgojnë qytetarët të shërbimet publike ne japin neve listën me rrugë ose fshatra të cilat kemi me intervenu dhe atëherë na pa problemi kryejmë. Prioritetet e kompanisë Qabrati vazhdojnë të mbesin kujdesi për konsumatorët, për hapësirat publike dhe i gatishmëritë për të sanuar secilin problem në ndriçimin publik, shtoi drejtori Ferizi. Në vazhdim të ndjekim parashikimin e motit për ditët në vijim. Dita e sotme është karakterizuar nga moti me diell me temperaturat që kanë lëvizur nga 9 deri në 26 gradë Celsius. Për nesër temperaturat do lëvizin nga 10 deri në 27 gradë Celsius, karakterizuar nga moti i ngjashëm. Moti vranët e me diell do ta karakterizojë të dielën me temperaturat që do të variojnë nga 11 deri në 26 gradë Celsius. Ditën e hënë pritet të mbizotrojë mot me diell e vranësira me temperaturat që do të lëvizin nga 13 deri në 23 gradë Celsius. Për të martën parashihet moti i ngjashëm me temperaturat që do lëvizin nga 11 deri në 23 gradë Celsius. Moti vranët e me diell parashihet edhe gjatë së mërkurës, shoqëruar me temperatura 11 deri në 23 gradë Celsius. Edhe për të enjtën parashihet moti vranët e me diell me temperaturat që do të variojnë nga 10 deri në 22 gradë Celsius. Para se të ndahemi, të ndjekim edhe një titujt kryesor të këtij edicioni. Ullet çmimi i naftës, udhëtarët kërkojnë ulje të çmimit të biletave të udhëtimit. Grupi Asnjë Cent Më Shumë zyrtaresh ka ndërzuar padi kundër zyrës së rregullatorit për energji në Kosovë. Njohësi i çështjeve ekonomike Jakub Bellaça thotë se pagat në sektorin publik dhe privat nuk janë të balancuara, ato duhet të rriten. Këtu merr fund ky edicion qendror i lajmeve. Ju mund të vazhdoni të na ndiqni në televizionin Syri si dhe rrjetet tona sociale. Mirupafshim.